Vazhdojmë me njoftime të tjera. Në Shqipëri vazhdon prej një muaji nënshkrimi një peticioni qytetar për shkarkimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Organizatori protestave dhe peticionit kundër vjedhjes së bankës, Zirkon Disha, thotë se deri tani janë mbledhur mbi 12.000 firma. Pas vjedhjes së $7.2 milionë në 4 vjet, prokuroria arrestoi 10 persona dhe hetimet vazhdojnë. Peticioni do të dërgohet autoriteteve më të larta shtetërore për ta shkarkuar nga detyra zotin Fullani. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Veprimtarët e shoqërisë civile po vazhdojnë prej një muaji protestën kundër vjedhjes së Bankës së Shqipërisë dhe mbledhjen e firmave nga qytetarët në një peticion për shkarkimin e guvernatorit Ardian Fullani nga detyra. Ata kanë hapur disa pika në kryeqytet dhe në qytetet më të mëdha të vendit, ku deri tani kanë nënshkruar 12.000 persona peticioni për shkarkimin nga posti të zotit Fullani pas vjedhjes së të paktën $7.2 milionë nga banka. Janë mbledhur rreth 12.000 firma në gjithë Shqipërinë, duke përfshirë Tiranën, Durrësin, Kukësin, Elbasanin, Korçën dhe vazhdon mbledhja e firmave. Do vazhdoj prapë të honën dhe në vijim. Presim që të përmbyllin diku tek 20.000 firma për t'u drejtuar institucioneve. Indinjata e qytetarëve duket qartë në momentin që firmosin, janë të zhgënjur plotësisht qoftë nga klasa politike, qoftë nga drejtësia dhe gjithë heshtja që kanë mbuluar. Kemi gjithashtu edhe një indinjat ndaj, po themi, analistëve dhe ekspertëve të cilët kanë heshtur për këtë mega skandal. Një nga organizatorët e protestave dhe të peticionit, Zirkon Disha, thotë se e kaloi një muaj që u zbulua vjedhja shumë vjeçare e bankës dhe ngjarjet po lëvizin shumë ngadalë për ndriçimin e saj. Disa persona u arrestuan dhe të tjerat vazhdojnë punën të qetë të mbrojtur nga maturia e tepruar e partive politike, të cilat dhanë deklarata të kujdesshme, thotë ai. Në fakt, qetësinë e sistemit bankar është tashmë e tronditur në një farë mënyrë, pasi qytetarët kanë humbur besimin te guvernatori dhe kjo qetësi nuk ekziston më. Mënyra se si, po themi, kjo klasë politike po përpiqet ta përmbyll këtë situatë, këtë mega skandal, duket sikur është pjesë e këtij mega skandali, sikur ka diçka që fshihet pas kësaj. Besojmë që nuk një institucion është i pavarur, por pavarësia e tij ka një farë limiti, është Parlamenti shqiptar i cili i zgjedh guvernatorin, dhe që këtu nuk mund të themi që kemi një institucion totalisht të pavarur, sepse i bie sikur të ishte diku në një planet tjetër ky institucion. Mbledhja e firmave të qytetarëve për shkarkimin e guvernatorit Fullani do të vazhdojë derisa të rinis punën parlamenti dhe atëherë peticioni do të dërgohet institucioneve kryesore të shtetit me kërkesën që në krye të Bankës së Shqipërisë të ndërrohet drejtuesi pas skandalit të vjedhjes brenda mureve të saj nga punonjësit e vet për më shumë se 4 vjet. Në lajmin e fundit që është dhënë dje, ka pasur një informacion që është shpërndar një fletëthirrje për guvernatorin dhe për gjithë stafin drejtues të këshillit të bordit drejtues të bankës, por vetëm ky informacion kaq ka dalë dhe nuk ka pasur informacione të tjera për datën kur do thirret apo edhe mbi çfarë do pyetet guvernatori. Drejtësia duket sikur është edhe ajo me pushime në këtë kohë dhe jemi në pritje në fakt me shumë interes dhe pritja e qytetarëve është se çfarë do thotë drejtësia, por duket se është e pamjaftueshme për qytetarët të cilët kanë një indinjat dhe e shprehin këtë qoftë duke firmosur, por edhe qoftë duke kërkuar për të organizuar dhe për të protestuar ndaj institucioneve të cilat po ashtu kanë heshtur. Prokuroria arrestoi 10 persona dhe po kryen hetime përfajtore dhe vendodhjen e $7.2 milionë të vjedhura, ndërsa qytetarët e thirrur në rrjetet sociale dolën disa ditë rresht në protesta të shqetësuar për skandalin e bankës në Shqipërisë, duke treguar të vetmin reagim nga shoqëria civile në këtë periudhë për çështje kryesore të opinionit publik. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli,